Falënderime dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona mbi Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Çdo gjë që ekziston në jetën e kësaj bote është krijesë e Allahut xhelle xhelalu. Ai e ka krijuar dhe e din fare mirë se për çfarë e ka krijuar, arsyet e krijimit, urtësitë e krijimit, dhe ka parapa norma për krijesat e tija. Për disa nga krijesat na ka njoftuar Allahu xhelle xhelaluhu dhe për disa të tjera nuk dim asgjë për to. Ajo çfarë kërkohet nga ne të ndershëm vëllezër është që ne të kujdesemi për arsyen e krijimit ton, nga se Allahu xhelle xhelaluhu shumë prej krijesave i ka krijuar në shërbimin ton. Ne pra duhet të merremi me arsyen e krijimit ton, e që është adhurimi ndaj Allahut xhelle xhelalu, që i bie thjesht me investu tërë qenjen ton, kapitalin ton, shëndetin ton, jetën ton në shërbim të Allahut xhelle xhelaluhu për të ngritë vlerat në këtë botë dhe në botën tjetër. Sepse Allahu ka dashur që kjo botë të jetë urë lidhëse për botën tjetër, që i bie se ne fizikisht dhe shpirtërisht edhe mendërisht jetojmë këtë botë, shkollohemi, martohemi, punojmë, krijojmë familje, krejt këto t'jenë në shërbim që në ditën e gjykimit për këtë lodhje, për këtë investim, të gjejmë edhe pagesë, të paguhemi për te. Në mesin e krijesave që Allahu xhelle xhelalu ka krijuar të ndershëm vëllezër është edhe xheneti dhe xhehenemi. Allahu xhelle xhelalu xhenetin e ka kriju shpërblim për robët e tij besimtar, të sinqert dhe punëtor. Punën, angazhimin, mundin, lodhjen, sakrificën Allahu t'ua paguaj përfundimisht në botën tjetër. Edhe pse për lodhjen tonë, angazhimet tona në të dy poret, edhe në aspektin shpirtëror dhe në aspektin jetik që punojmë këtë botë, na kthehet një pjesë e interesit edhe në këtë botë. Edhe në këtë botë na kthehen të mirat, por Allahu po don përfundimisht me i shpërbly robët e tij në botën tjetër dhe ai ka vendosur standarde kush ka me hyjë në xhenet. Është për kompetencë ekskluzive e Allahut xhelle xhelaluhu dhe atyre që Allahu ju ka dhënë të drejtë që janë pejgamberët e Allahut. Dhe ka krijuar xhehenemin për pabesimtarët, për mohuesit, për shpërfillësit, me qëllim që të dallohen ata që besojnë nga ata që s'besojnë, të dallohen punëtorët nga jo punëtorët e kështu me radhë. Pra, të ndershëm vëllezër, kriteret pra i ka përcaktuar ligjvënësi, Allahu xhelle xhelalu. Andaj ne duhet i përfillmi kriteret e Allahu xhelle xhelaluhu ose me ato që ka ardhur pejgamberi alayhis salam dhe jo me i dhënë të drejtë legjitimitet vetvetes se kush do të hyjë në xhenet dhe kush nuk do të hyjë në xhenet. Kjo nuk është kompetencë e jona. Në radhë kësaj, në kuadër të kësaj të ndershëm vëllezër, deshta që sot në këtë hutbë ta e përkujtoj vetveten dhe juve me grupe të njerëzve të ndryshëm që ka folë pejgamberi alayhis salam që do të privohen nga hyrja në xhenet si rezultat i gabimeve të tyre. Prandaj ne duhet të njihemi me fat kur i ndëgjojmë këto këshilla me qëllim që të mos befasohet dikush në flagrancë. Të vdes dhe nuk kanë dëgjuar asnjëherë. Të vdes dhe në ditën e gjykimit të njoftohet. Prandaj, për mos me zgjat hyrjen shumë, transmeton Ammar bin Yasir, Allahu qoftë i kënaqur me te, thot se ka thonë pejgamberi alayhis salam: "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abada, ad-dayuthu war-rajulatu min an-nisa'i wa mudminu al-khamri." Tre persona nuk do të hyjnë asnjëherë në xhenet. Dejuzi, gruaja e cila i ngjason meshkujve dhe alkoolçari. Sahabët të cilët ishin prezent, shokët të cilët ishin prezent kur ndëgjuan këtë fjalim nga pejgamberi alayhis salam, i thanë: "O dërguari i Zotit, alkoolçarin kronik e dim kush është, po na trego kush është dejuzi." Ju tha pejgamberi alayhis salam: "Është ai person, ai burr që nuk preokupohet kush hyn te familja e tij."
atëherë i thanë, na t'rego se kush është gruaja e cila u ngjason meshkujve. Është ajo e cila i emiton meshkujt. Kështu është hadithi. Prandaj të ndershëm vëllezër, në hyrje të komentimit të këtij hadithi, të kësaj këshille të pejgamberit alayhis salam, po duam të nxjerr disa konkluzione që dietarët islam i kanë nxjerrë për një musliman i cili vdes me këto mëkate. Jo që i ka kry këto mëkate dhe është pendu, ai që i ka bë këto mëkate dhe të ngjashme, këto gjunohe që ju përmenden dhe të ngjashme, edhe pendohet, ai pastrohet nga gjunohi. Fjala është për ata që vdes pa u pendu. Pra vdes me këto 3 gjunohe, pejgamberi sa nuk do të hyjë në xhenet. Dietarët islam kanë dhënë komente duke i grumbullu. Pra dietarët e Ahlus Sunnetit kanë ardhur në përfundime dhe kanë thënë kështu. Muslimani i cili është musliman dhe vdes me këto mëkate pa u pendu, nga ky hadith dhe të ngjashëm vim në përfundim se nuk do të hyjë në xhenet me grupet e para. Nuk do të hyjë në xhenet me grupet e para. Çka i bie se do të privohet në ditën e gjykimit ku gjatësia është 50.000 vite, lodhje e madhe, temperatura të larta do t'i përjeton. Nuk do të hyjë me të parë në xhenet. Madje do të privohet me qenë mesin e 70.000-ve që do të hyjë në xhenet pa u llogarit fare. Si rezultat që i ka bë këtë gjino dhe ka vdek pa u pendu. Prandaj vëllezër, kujdes pendimit. Mos ja leja shejtanit nëse ka mashtu me bot gjinohin me thonë, jo s'po pendu nëse Zoti s'ma pranon mu. Edhe vjetë pa ta bone që gjina, qysh tash mu pendu? Allahu po thënë Kur'an, 70 herë, e 100 herë, e 1000 herë nëse bjen qatë gjina, shoqërohet me pendim. Se ta fali edhe nuk një për asken. Kjo është mëshira Allahut. Prandaj të ndershëm vëllezër, ky është komenti i parë i dietarëve islam. Komenti tjetër është se ata të cilët nga muslimanët vdesin me këto gjunohe, nuk do të hyjnë në xhenet pa u pastru. Dhe pastrimi është 2 forma. Ose Allahu xhelle xhelaluhu do t'i shtin në xhenet me mëshirën e tij pas një kohe. Thon dietarët pasi që të presin një kohë, e sa kanë me prit, Allahu e din më së miri. Ose do t'i shtin në xhenem për shkak të mëkateve me drejtsinë e tij, pastaj i nxjerr dhe i shtin prapë në xhenet. Pra i bie të ndershëm vëllezër se dietarët e Ahlus Sunnetit tërheqin vërejtin dhe thonë: ruaju kujdes, mos të zënë vdekja me gjunah, e sidomos me paganizëm, me shirk, sepse është çështje konsensuale, pajtueshmërie të gjithë dietarëve se ai që vdes me paganizëm, me shirk, nuk ja fal Allahu xhelle xhelalu. Kurse gjunahet tjera, ndashta Allahu i fal. Me mëshirën e tij, rahmetin e madh që e ka, e ndasht e dënon me drejtsinë e tij. Pra, ky është përfundimi i këtyre 3 grupeve dhe të ngjashme, pra një muslimani ose muslimani që vdes me ndonjë gjuna pa u pendu. Tani po i kthehemi për pak çaste këtyre 3 grupeve që po i përmend pejgamberi alayhis salam. Asnjëherë nuk do të hyjë në xhenet ai që i ka këto 3. Thon dietarët islam, nuk do të hyjë me grupet e para asnjëherë. Nuk do të hyjë ose pa u pastru asnjëherë në xhenet. Por ndryshe nuk privohet ai që ka besim dhe ka besu Allahun dhe ju ka largu paganizmit, nuk do të privohet tërësisht nga xheneti. I pari që u përmend është dejuzi. Pra, po e them këtë fjalë tekstualisht në gjuhën që është përmend, sepse shoqëria jon fort mirë e din dhe gjenerata e vjetër tipikisht çështo e kanë përmend, shpesh kanë thonë mos u bë dejuz. E kanë përdorur pra tekstualisht këtë fjalë. Pra i bie për sahabët ka qenë kjo një shprehje e panjohur. I kanë thonë i dërguari i Allahut. Alkoolçarin kronik, se këto është përmend mudminul khamr, alkoolçari kronik, i cili pra ai vazhdimisht alkoolin e ka si ujin. Pra paraqet rrezikshmëri sepse mund ta zënë vdekjen këtë gjendje e rrezikon vetveten. Po e di më i dërguari i Zotit kush është alkoolçari kronik. Po dejuzi kush është se kanë ndëgjuar këtë fjalë asnjëherë. Ju tha është ai person i cili nuk brengoset shumë, nuk bëhet shumë marak kush hin te familja e tij. Pra i bie të ndershëm vëllezër, në koment të dietarëve islam kanë thënë se dejuz është ai i cili nuk interesohet për vajzën e tij, e për gruan e tij, e për motrën e tij. Ka shkon tek shkon, shka vesh, kur hin, kur del, me kon shkon, me kon vjen. Kjo është. Pra të ndershëm vëllezër, i bie se këto gjëra nuk janë të reja
Normal që në kohën tonë shumë gjëra janë bërë rutinore, por ndryshe këto janë që ekzistojnë që 14 shekuj që ekzistojnë dhe të parët tonë, prindët dhe gjyshtit tanë dhe t'jujt, shumë i kanë ejtë gati çështjes së moralit. Pra një prej 5 objektivave që ka ardhur feja islame është edhe rujtja e kodit moral, rujtja e prejardhjes, rujtja e ndërgjegjes. Andaj, pjesë e besimtarit, cilësia e besimtarit është xhelozia. Besimtari duhet me pas xhelozi për gruan e tij, për vajzën e tij, për motrën e tij, sepse vëllezër kemë me dhënë llogari. Unë jam i thirrur ta them atë që kanë thonë dietarët islam, e në fakt që është shpallje hynore që ka ardhur nga pejgamberi alayhis salam. Andaj të ndershëm vëllezër, duhet me kanë të kujdesshëm, sepse këto janë parimet e jetës tonë. Pra burri, bashkëshorti është përgjegjës për bashkëshortën e tij. Baba është përgjegjës për bijen e tij. Andaj duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm, sepse kalojnë në rutinë e pastaj ajo bëhet pjesë e jetës dhe mund të përfundon personi jo mirë, pra nga jeta e kësaj bote. Personi i dytë që u përmend këtu është gruaja e cila u përngjan meshkujve. Në një hadith tjetër sakt ka ardhur edhe burri që u përngjan femrave. Kanë thonë dietarët islam, po ka ardhur në hadithin tjetër me mallkim. Allahu e mallkon një grua e cila i emiton meshkujt dhe një burr i cili i emiton femrat. I emiton në të folur, në të veshur, në parime e kështu me radhë. Prandaj edhe këto fenomene pra nuk kanë qenë të ndershëm vëllezër në kohën e sahabëve, nuk kanë qenë të njohura. Andaj dhe sigurisht me kalimin e kohës këto sa shkojnë dhe bëhen pothuaj që bëhen rutinore. E ne si besimtar, pra duhet me qenë të kujdesshëm, me qenë të vëmendshëm me fëmijët tanë, me përgjegjësi që i kemi ndaj fëmijëve, ndaj familjes. Prandaj këtu fillon rrugtimi drejt kanalizimit të vlerave të ndershëm vëllezër dhe ruhen vlerat njerëzore. Ai i cili kujdeset për bijen e tij, për të birin e tij, për moralin e tij ose të saj, për shkollimin e mirëfillt të tij dhe të saj, i bie që dën të jetë i ose e suksesshme. Prandaj edhe kanë ardhur këto këshilla që t'i ndërtojmë vlerat morale të gjeneratës së re. Andaj të ndershëm vëllezër, duke qenë se janë probleme të cilat kanë ardhur pra me rrezikshmëri, personi i cili vdes në këtë gjendje, pra mund të rrezikon pozitën tek Allahu xhel xelaluhu, duhet jemi pra të kujdesshëm që t'i këshillojmë familjarët tonë, t'i këshillojmë fëmijët tonë, t'i këshillojmë pra vajzat, djemt, bashkëshortet, po edhe ne vetë e këshillojmë vetveten tonë, sepse kësaj pra i ruajmë parimet tona. Lutim Allahun e Madhërisëm që Allah të na bën prej besimtarëve të denjë dhe të na ruajë nga devijimet e shumtuara të cilat prishin raportin tek Allahu xhel xelaluhu dhe shkatërrojnë raportet njerëzore për të cilat dhe jemi krijuar. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni dhe ju falje sepse Allah është falës i madh. Të ndershëm vëllezër, në mesin e personave që kanë ardhur si çortim në këtë hadith, ka thënë pejgamberi alayhis salam, është alkooliçari kronik. Dhe gjithsesi të ndershëm vëllezër që në mesin e ndalesave që Zoti i Madhërisëm i ka ndaluar me shpallje në mënyrë konsensuale është alkooli. Prandaj ka fol shumë Allahu xhel xelalu për alkoolin, për rreziqet dhe dëmet e alkoolit, duke qenë se dëmi i kthehet personit, individit, i kthehet familjes dhe i kthehet shoqërisë. Shumë prej problemeve që shkaktohen në radhë parë tek individi, tek familja dhe shoqëria, rezultati i saj është alkooli. Pra dëmet shëndetësore, dëmet sociale, ndarjet, divorcet, dëmet në aksidentet në rrugë, problemet grindje dhe vrasjet e të tjera, pra në shumë prej këtyre problemeve qëndron alkooli. Prandaj ka quajtur pejgamberi alayhis salam me një fjalë, umul khaba'ith, nëna e të këqijave, sepse alkooli sjell pas vetes edhe shumë probleme të tjera, ose alkooliçari tërhiq pas vetes edhe mëkate të tjera. Allahu xhel xelalu në suratul Maide, kur flet për alkoolin, flet në këtë formë, që ne të ikmi, të shmangmi, sepse është veprim djallëzor. Ja ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju besimtar, vërtet pijet dehse, bigjozi,
adhurimet e idhujve, hudhja e shigjetave për fallë janë vepra të ndyta djallëzore. Largohuni nëse doni të shpëtoni. Por Allahu xhelle xhelaluhu në fund citatit thotë: largohuni nëse doni që të shpëtoni nga ndëshkimi, të shpëtoni nga devijimi, të shpëtoni nga rreziqet e jetës e kështu me radhë. Pastaj tregon se çfarë do ndjalli kur e nxit personin në këtë mëkat, çfarë do ndjalli pas kësaj. Të ndershëm vëllezër, kërkoj vëmendjen e juve, kërkoj ndjes që po e ndërprej këtu ligjëratën për shkak të vërejtjeve të mëdha që më vijnë se unë kur ligjëroj dikush rrin në telefon ose dikush bisedon me dikon, kjo e prish hutbën. Nuk ka se vapa i person. Vëllezër, jeni të kujdesshëm. Allahu xhelle xhelaluhu thot se vërtet inma yuridu shejtanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maisir. Vërtet djalli përmes pijeve alkoolike dhe përmes bigjozit don t'ju fut juve në grindje, edhe në përçarje. Wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat, dhe don që t'ua bëj me harru Zotin dhe me harru me qenë larg namazit. Fa hal antum muntahun. Allah në fund citatit dytë parashtron pyetje: a jeni të interesuar me lan për alkoolin? Pra braktisni alkoolin nëse doni që të shpëtoni. Të ndershëm vëllezër, pra këto tri ndalesa që kanë ardhur në hadithin që e komentova, i bie se lënja e tyre rregullon raportin me Zotin, rregullon gjendjen me njerëzit, rregullon pozitën tek Allahu xhelle xhelal. Por ndryshe, qasja e këtyre ose involvimi në këto tri mëkate, pra shkakton devijim në jetën e kësaj bote, shkakton dhimbje, shkakton vuajtje në jetën e kësaj bote, shkakton prishje të rregullit. Por dhe në ditën e gjykimit, pra humb shumë prej mirësive që Allahu ka përgatitur për robët e tij. Allahu na bëft për robëve të mirë të tij, Allahu na ruajt nga devijimet e shumtuara. Lutim Allahun xhelle xhelal na uzon neve juve, familjarët tanë, fëmijët tanë, shoqërinë tonë. Lutim Allahun xhelle xhelal për pranim të veprave, për vetvete, për ju, për të gjithë besimtarët. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të shëron të smurit tanë dhe të mëshiron të vdekurit tanë.